Natyrisht që fermerët tashmë janë në siklet, po të themi kështu, janë në një moment të dyzimi për vendimarrjen, për arsye sepse edhe ardhmja është akoma më e pasigurt. Sepse ne tashmë na pret njëjta situatë për sa i përket konjunkturës së çmimeve të lëndëve djegëse, të karburantit veçanërisht, na pret e njëjta situatë për sa i përket situatës së luftës në linjën e mesme dhe në Ukrainë, po kështu na pret e njëjta situatë që na vjen, që do të vinë tashmë me thatësirat, me zjarret që kanë qenë të vazhdueshme në këtë periudhë. Po edhe situata e tregut është e tillë që jo të gjithë fermerët tanë kanë mundësi të dalin në tregun e vendit me kostot e larta që kanë, sepse konkurenca që bëhet nga importi është një konkurencë mjaft e fortë. E qartë, ju në fakt një analizë, le themi, të përgjithshme të situatës aktuale dhe po thoni që e ardhmja nuk është më e sigurt me këto kushte cilat